Kjo është pamja që ofron hyrja e qytetit të Shkodrës pranë urës së Bacallekut në orët e mbrëmjes. Një kantier i hapur ndërtimi, që më shumë se i tillë, është kthyer në një sfidë për qarkullimin e automjeteve. Në jo pak raste, në këtë aks rrugor për shkak të mungesës totale të ndriçimit dhe sinjalistikës, ka ndodhur gjatë natës edhe aksidente me pasoja. Edhe ato pak tabela sinjalizuese që kanë mbetur janë të dëmtuara, të goditura nga automjetet dhe nuk kryejnë asnjë funksion për orientimin dhe drejtimin e mjeteve. Banorët apelojnë për ndërhyrje të menjëhershme nga ana firmës që po kryen punimet, pasi mungesa e ndriçimit në këtë aks rrugor është kthyer në një kërcënim serioz për jetën e kalimtarëve dhe drejtuesve të automjeteve. Deri në marrjen e masave konkrete, ky segment rrugor mbetet problematik dhe rrezik potencial për qarkullimin, ndërsa drejtuesit e mjeteve dhe kombësorët janë të detyruar të lëvizin në kushte të pasigurta, sidomos gjatë orëve të mbrëmjes. Në fakt, Shkodrës vërtet po i bëhet një investim mallor, siç është ura e re mbi lumin Drin, por firmat që po kryen punimet duhet të marrë masa për qarkullim natën, që të mos ketë pasoja.